Prej 1 qershorit në Ksamil ka nisur të funksionojnë 2 qendra shëndetësore verore për të mbuluar me shërbim jo vetëm banorët, por edhe turistët e shumt që pritet të shtohen popullsisë rezidente në këtë sezon të ri turistik. Mjekja Ela Mirto, drejtore e shërbimit shëndetësor në Ksamil, tha se të 2 qendrat verore funksionojnë me sistem 24 orësh në 7 ditë të javës me personel të shtuar dhe autoambulancë në dispozicion. Qendra shëndetësore Ksamil ka në varësi të saj 2 qendra Ksamil 1 dhe Ksamil 2, të cilat janë qendra shëndetësore verore dhe hapen që prej datës 1 qershor. Ato funksionojnë në shërbim 24 orë, janë të pajisur me mjek dhe me infermier, stafi është i kompletuar dhe japin ndihmën sipas nevojës rasteve. Brenda qendrës shëndetësore, jashtë qendrës shëndetësore nëse thirren, ku stafi asiston me autoambulancë dhe në rastet në shtëpi kur rasti nuk mund të lëvizi drejt qendrës. Një numër telefoni është në dispozicion për çdo rast kur kërkohet asistenca mjekësore dhe trajtohen të gjitha rastet emergjente, thot mjekja Rovena Puci në qendrën shëndetësore Ksamil i Ri. Funksionojnë 24 orë në 7 ditë të javës, jemi 3 mjek dhe 3 infermier për qendrën tonë. Përgjithsisht rastet që kemi hasur janë enterovirozat, status gripal, janë virozat e stinës. Rastet ne mundohemi që të trajtojmë këtu. Në qendrën e dytë verore që funksionon për Ksamilin e vjetër, mjekja Stella Janko tha se kishte ardhur nga Tirana që të shërbej për 4 muaj në Ksamil dhe rasti ishte për të asistuar pushuese nga Ukraina. Zakonisht në pushuesit na paraqiten këtu pranë qendrës. Në momentin që na thrasin dhe në momentin që ne kemi edhe ambulancën, pra kur ta kemi ambulancën dhe nëse lajmërohemi, ne jemi prezent patjetër edhe në plazhe, jemi prezent kudo ku na thrasin. Në 2 qendrat verore të Ksamilit ofrohet shërbim shëndetësor me mjek dhe infermier gjatë 24 orëve në 7 ditë të javës. Në to marrin ndihmën e parë apo trajtohen të gjitha rastet që paraqiten përfshirë edhe traumat e mundshme apo episodet e ndryshme të dëmtimit në det.